sot, në festën tradicionale të ditës 9, figurat simbol të rilindjes kombëtare shqiptare, vëllezrit Frashëri. Në këtë zoti Ilir Meta, i Këshillit të Qarkut zoti Sulo Muçobega, deputet akademik, profesorë të ftuar. I nderuar zoti kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Ilir Meta. I nderuar zoti kryetari i Komunës, zoti Prifti. Të dashur Aramondi, të dashur përfaqësues të komunitetit fetar, të nderuar zonja kryetare e Komisionit Jashtëm të Parlamentit Shqiptar, zonja Dade, të nderuar zotëri ministra, deputet, zonja prefekte, profesor, akademik, të pranishëm, motra dhe vëllezër. E prita me kënaqësi të veçantë ftesën për të qenë bashkë në ditën e Naimit të Madh. Jam mjaft i lumtur që ndodhem në Frashër, në mekën e rilindjes kombëtare shqiptare, në vendin e mikpritjes rrallë, në djepin e njerëzve të shquar e patriot, në hapësirën e tolerancës fetare, në trevën e mrekullueshme të turizmit, kopshtin e luleve dhe gjelbërimit të përhershëm, të poezisë, muzikës, të këngëve popullore, edhe të verës, rakis, likove, me shumë famë, arëmban Shqipërisë. Si çdo vit, edhe këtë radhë, ditën e 25 majit, Komuna e Frashërit, duke marrë shkas nga datëlindja e Naim Frashërit, organizon këtë aktivitet përkujtimor kushtuar jo vetëm poetit të madh të rilindjes, por dhe kontributit të madh që ka dhënë Frashëri në lirinë dhe pambarësinë e vendit, për përparimin dhe qytetërimin të atë dhërë tonë. Ashtu si çdo vit, edhe këtë radhë, ne përulemi para 3 vëllezërve frashëlim, vëllezërve të mëdhenj, atë 2 vit, Naimit dhe Samiut, të cilët simbolizojnë rilindjen kombëtare shqiptare. Përulemi para Naimit, poetit epik dhe lirik, Samiut, ideologut të kulturës dhe vizionarit Asë Safnës, para Avdi Frashërit, ideologu dhe veprimtari të shquar politik. Në sajtë të përkushtimit që treguan se i cili në fushën e vetë, të 3 këta korifej, të lëvizjes kombëtare shqiptare, u ngritën në katet më të larta të lëvizjes revolucionare rilindase. Ata plotësojnë aq mirë njëri tjetrin sa veprimet, shkrimet dhe pikpamjet e tyre zbulojnë së bashku në farshkallë historinë e vërtet të rilindjes kombëtare shqiptare. Gjerësinë dhe forcinë e saj, patriotike, demokratike dhe iluministe. Frashëri dhe Frashërinë që ndrua në vijën e parë të luftës së lidhjes shqiptare të Prizrenit. Vendi që pati degën e lidhjes së Prizrenit para se themeloi vetlidhja ishte Frashëri. Kjo ishte merita e Abdyl Frashërit, por dhe veprimtarëve të tjerë si Baba Alushi, si të qesë Bektashianit Frashërit, i cili u bë një nga mbështetësit kryesor të lëvizjes kombëtare shqiptare. Por ka shumë e shumë patriot tjerë të dangëllis, bitë shquar të kësaj treve, që gëzojnë respektin
dhe mirënjohjen tonë. Përveç për vjetorëve të kaluar të historisë Frashërit këtë vit, 2014-ën na takon të përkujtojmë në mënyrë të veçantë veprën e pavdekshme të Sami Frashërit. Shqipëria çka qenë, ç'është e ç'do të bëhet, e cila u botua në 115 vite më parë. Një nga detyrat e mëdha që Sami Frashëri shpalli në përrjeshtat e këtij botimi të vogël për nga faqet por të mëdha nga misioni, ishte mëkëmbja e një shteti të përparuar shqiptar në gjirin e Evropës së civilizuar. Ne kemi për detyrë të mos e harrojmë këtë mision dhe ta shfrytëzojmë me të gjitha mundësitë tona për të mos lënë jashtë kësaj detyre dhe mëkëmbjen e qytetës së dikushme të Frashërit, siç e cilësonte vetë Samiu, qytetin e vogël të Frashërit, të cilin për fat të keq historia e dogji 100 vjet më parë, por që prap historia nuk do ta lërë të shuhet për jetë. Ne këtu zotohemi para bijve fisnik të djeshëm dhe të sotëm të fshati, si do të shfrytëzojmë të gjitha mundësitë që kemi në dorë për rigjallërimin e qytetës së dikushme, për ta bërë Frashërin përsëri një vend banim të lullëzuar. Jam i bindur që përcolla me këtë mesazh të ndjerë dhe nga zemra dhe ndjeshmërinë e kryetarit të kuvendit dhe deputetëve dhe ministrave të tjerë që janë pranishëm. Në këtë mision të madh njerëzor dhe patriotik, edhe ne ndjejmë veten se jemi në krah të komunës Frashërit, të banorëve të kësaj zone, duke i premtuar asaj ndihmën dhe angazhimin e pakushtuar të gjithë secilit, në pozicionin që është dhe në vendin që është. Ne çmojmë përpjekjet e komunës së Frashërit, së bashku me ideatorët e konferencave shkencore të mbajtur në Tiranë në 6 maj të vitit 2014, si dhe të asaj që do të mbahet sot, me idenë e mirë për të ndriçuar vendin që zë Frashëri në historinë e Shqipërisë dhe për projektet për gjallërimin e tij në kujtesë të 100 vjetorit të djegjes së tij nga andartët grek. Po ashtu, kemi ardhur me entuziazëm sot në këtë festim për të kujtuar mesazhet e Sami Frashërit për mëkëmbjen e vendit 115 vjet më parë dhe për të përkrahur projektet për mëkëmbjen e Frashërit. Është detyrim historik të rigjallojmë Frashërin, të zbulojmë energjitë historike, njëkohësisht pasuritë të mëdha ekonomike dhe turistike që ajiruan për vetë gjallërimin e tij. Ai ka potencë të jashtëzakonshme, të rejse historike për bashkëkombësit e sotëm shqiptar, kudo që ata ndodhen të gjithë trevat shqiptare. Këtu përpara nesh është shtëpia Muzej e Vëllezërve Frashërit, bashkë me 3 bustet. Veprat skulptorit shquar përmetar dhe kombëtar Odise Paskali, e cila vizitohet nga shqiptar Shqipërisë, Kosovës dhe të gjithë trevave tjera shqiptare anë mban rajonit dhe ata diasporës. Këtu ndodhet teqeja e Frashërit, qendër e patriotizmit dhe vatër krijuese e gjuhës shqipe dhe e kulturës së kombit, qysh në shekullin e 18. Këtu është më e hershmja shkollë shqipe, ku në shekullin e 19 mësuan gjuhën shqipe të 3 vëllezërit nga paraardhësit e tyre. Po ashtu këtu u hap mësojnëtorja parë shqipe në trevën e Përmetit, nga advetari Hasan Hoxha, me në kujdesin e baba Abedinit të teqes Frashërit në tetor të 1908-ës. Por treva e Frashërit ka gjithashtu dhe pasuri natyrore, lektorale, ka pasuri të premtarisë, frutikulturës, të bimëve, duke kryesuar dhe grumbullimin dhe përpunimin e parë në vend për aktivitetin e blegtarisë. Këtu pranë
ngjendet parku kombëtar Dangëlli Bredi Hotovës, bashkë me lejtizën e Ogrenit, të cilat janë pasuri të madhe e natyrës dhe cilësojnë si mushkëria natyrore e Shqipërisë jugore, me klima lore të lakmueshme që shquhet për biodiversitetin e saj. Të nderuar miq, duke ardhur sot këtu, ne përkulemi me veneracion përpara bijve të quar të frashërit, por gjithashtu edhe para kontributit të krejt përmetarëve të shquar, pishtarëve të rilindjes, dietarëve, studiuzëve të historisë dhe të gjuhësisë, artistëve në fushën e muzikës dhe të arteve figurative. Ne vlerësojmë kontributin e Atë Stath Melanit, Baba Alushit, Eleni Gjikas, Odise Paskalit, Tefta Tashko Koços, Nonda Bulkës, Sejfullah Malshovës, Tekis Elenicës, Androkliko Sallarit, Stefanaq Pollos, Ali Këlcyrës, Mentor Gjemalit, Laver Bariut, Janaq Pachos, Fatmir Haxhiut, e të tjerë bij të shquar të këtyre trojeve. Sot, në këtë ditë të shënuar, në këtë atmosferë patriotizmi, uniteti dhe feste, kam kënaqësinë e veçantë të dekoroj dy prej atletarëve më të shquar të kësaj treve, Atë Stath Melanit dhe Baba Alush Frashërit. Me këtë gjest, ne plotësojmë jo vetëm një dëshirë të shoqatave tuaja patriotike, por të mbar opinionin shqiptar. Pasi të dy këta patriotë mëdhenj ishin figura të shquara për liri, pavarësi dhe arsim shqip, jo vetëm në Frashër, Dangëlli e përmet, por në gjithë Shqipërinë. Vlerësimi sot i dy klerikëve të shquar të bektashizmit dhe ortodoksizmit është një mesazh i madh që vjen nga rilindja jonë kombëtare e ndritur se pa dhe nuk ka fe. Të nderuar miq, ju falenderoj shumë dhe një herë për ftesën tuaj për të marrë pjesë në këtë festë tradicionale. Le të mos kursehemi për ta rigjallëruar qytetën e dikushme të Frashëllinit dhe të mëdhenjit të kombit shqiptar, qytetën historike që në çdo 25 maj na shfaqet para syve tan dhe e përjetojmë sikur të ishte në një ditë si e sotmja kur qyteti i mbar trojeve shqiptare. Faleminderit. Qendra Frashër të përshëndes pjesëmarrësit e nderuar të kësaj mbledhje prokujtimore tashmë tradicionale që Komuna e Frashërit organizon në ditën e Naimit 2014 në radhë të parë Presidentin e Republikës, Zotin Bujar Nishani dhe Kryetarin e Kuvendit, monument historik për vlerat e tij unikale mbarkombëtare. Mjerisht dhe vëtlindja e tij e këtij ideatorit të madh të Shqipërisë evropiane është sot para syve tanë e braktisur dhe e rënuar. Shqipëria evropiane në shpirt. Ne duhet të mësojmë të punojmë të gjithë për këtë qëllim të shenjtë. Ju falenderoj. Alush Frashërit pas vdekjes, dekoratën Nderi Kombit për patriotizëm dhe rol të madh në çështjen shqiptare, duke dhënë ndihmësën e tij për arsimin dhe gjuhën shqipe. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. Presidentin e Republikës, Kryetarin e Kuvendit, të gjithë ju deputet, akademik, vëllezër e motra, dervishi baballar, falenderojmë presidencën që jep këtë titull nderi një nga figurave më të shquara të bektashizmit, Baba Alush Frashërit, kësaj drite të pashuar, i cili na obligon edhe neve pasardhësve të tij ta mbajmë dritën ndezur të Baba Alushit dhe të vëllezër Frashi. Qofshi dritë dhe Zoti na bekojë gjithë dhe amin. Faleminderit. Stath Melanit pas vdekjes, dekoratën Nderi Kombit
luftëtar dhe atletar i flakt, i cili dha jetën për mbrojtjen e trojeve dhe të drejtave të kombësisë shqiptare, si dhe për ndihmesën e dhënë në përhapjen e gjuhës së një suar letrare shqipe. I nderuar Zoti Presidenti i Republikës, i nderuar Zoti Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, të nderuar pjesëmarrës, dashamirës, qytetar, bashkëgazetar të gjithë trevave të Shqipërisë, brenda dhe jashtë kufive të saj. Sot, ky titull i madh që jepet Atstas Melanit është një nder i madh, jo vetëm për familjen, trashëgimtarët e Atstas Melanit, por edhe për gjithë popullin e trevës së Përmetit, Kolonjës, Leskovikut, Gjirokastrës, Tepelenës, Delvinës, Sarandës, Çamëris, Vlorës, Beratit, Skraparit dhe deri shqiptarëve të Amerikës ku ai luftoi dhe punoi. Mysliman dhe të krishterë, të cilët e përkrahën, e mbështetën dhe luftuan bashkë me të në qetën e ngritur prej tij së bashku me djalin e Atstas Melanin Manthon, që i qëndroi gjithmonë në krah. Sot u zyrtarizua, si të themi, u ligjërua titulli që populli vet ja kishte dhënë Atstas Melanit që nga koha e vrasjes, therrjes së tij, duke e përjetësuar atë në këngët e popullit. Dhe këngë të cilat këndohet deri në ditët e sotme. Dhe kur populli të skalit, të gdhënd, të betonon në gurën e tij, mbetesh për jetë i pavdekshëm në histori dhe më gjerë. Unë desha ta mbyll këtë falënderim me fjalët e Atstas Melanit folur para besimtarëve ortodoks në kishën e Sinjës në kishën e Shën Sotirit në Sinj të Beratit, i cili i veshur si luftëtar u doli përpara besimtarëve dhe u tha: "Ju më shihni prift, por unë nuk u linda i tillë. U linda shqiptar dhe shqiptar dua të vdes." Dhe vërtet, ai vdiq si një shqiptar. Faleminderit të gjithëve.